Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Jeni në qetësi, në një pauzë me personin tuaj të zemrës. Çfarë të pshej ai person dhe si do të vazhdoj historia juaj? Pra jeni në qetësi, keni një pauzë. Çfarë të pshej ai person dhe si do të vazhdoj kjo historia juaj? Personi juaj zemrës është një person shumë pozitiv. Do të të ndihmoj në çdo situatë. Por ka marrë zhgënjime. Ti për të je mbretëresha e kupave. Një femër shumë e sinqertë. Je yri i tij polar, që i ndriçon perspektivën e jetës së tij. Është pak i lënduar, ka marrë pak zhgënjime. Prandaj është në pauzë nga juve dhe është në pritje që gjërat të ndryshojnë. Pra, që ti të ndryshosh këtë qetësi, këtë pauzë që keni kryuar me njëri tjetrin. Pra, e pret me shumë dashuri, me shumë shpresë nga ju. Është i fokusuar shumë tek puna dhe kjo bën që të jetë në atë botën e tij, në vetminë e tij, në atë botën e tij të vetmisë, por ty të ka dritë në të fener që mba në dorë, dritë që i ndriçon rrugën e tij. Shumë shpejt merrni këtë lajm nga ky princi juaj, edhe pse ai pret nga ju që të ndryshoni këtë situatë, pra të bëjë ndryshime në këtë qetësi, në këtë pauzë midis jush, ai merr vendimin për të ardhur drejt teje dhe për të shprehur atë ndjenjën e pastër të dashurisë që ka për ju. Me kë rezonon kjo histori? Me kë shenjë? Horoskopi. Me ujorin, me shigjetarin, me peshoren, me ligjëreshën, demin dhe steshqit. Kurse me gërmat e emrit apo të mbi emrit tuaj mund të rezonoj me gërmën H, J, gërmën Z, gërmën E, G, J, G, S, Q, gërmën L, B dhe gërmën I. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një thank you dhe një zemër të vogël poshtë videos.